Ministri i Punëve të Jashtme Marko Gjuri tha se Serbia është thellësisht e zgënjur nga vendimi i Kenjes për të njohur pavarësinë e shpallur në mënyrë të njëanshme të Kosovës, duke thënë se ajo shkel Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe se vendimi është në kundërshtim me rezolutën 1244. Duke folur për Euronews, Gjuri tha se vendimi përfaqëson një precedent të trishtuar në marrëdhënie tradicionale dhe miqësore mes Serbisë dhe Kenjes, të cilat u ndërtuan gjatë dekadave duke përfshirë edhe lëvizjen e painkuadruarve. Ai njoftoi se Serbia do të merrte të gjitha masat e nevojshme diplomatike dhe politike dhe i bëri thirrje Kenisë që të rishurtojë vendimin e saj. Duke komentuar vendimin e Kenjës, ish-ministri i jashtëm Vladislav Jovanović tha për Kosova Online se ishte, siç tha ai, vetëm një incident në luftën e vazhdueshme të Kosovës për njohje të reja të kryer nga qeveria dhe opozita dhe individ të shquar si Begjet Pacolli. Ambasadori i Serbisë në Kenje, Dragan Zhupanjevac, thotë se Pacolli filloi lidhjet e tij tregtare me Kenjen shumë vite më parë dhe se nuk është për t'u habitur që ai ndërmjetësoi vendimin për njohjen e Kosovës, për të cilën ambasadori beson se është në kundërshtim me interesat e Kenisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka cilësuar si lajm jashtëzakonisht të mirë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Kenja, por ka shtuar se kjo njohje, e cila është arritur fal Begjet Pacolli, duhet të jetë një alarm për të gjithë. Ata për të cilët qeveria pretendon se kanë 20 vjet që po shkatrojnë Kosovën, nuk ndalojnë që gjoja duke shkatruar me njohje të reja dhe duke përmirësuar marrëdhëniet, komenton Haradinaj. Në 4 vitet qeveria e Albin Kurtit nuk ka siguruar asnjë njohje të re për Kosovën. Mbrojtësi Slađan Trajkovićit, avokati Dejan Vasić, ka theksuar se seanca sot me një gjykatën speciale në Prishtinë është shtyr për shkak se prokuroria nuk i ka ofruar mbrojtjes deklaratat e dëshmitarëve që kanë dhënë para dhe gjatë hetimeve. Ne nuk mund ta mbrojmë plotësisht Slađanin para kësaj gjykate sepse nuk i kemi provat që i ka prokuroria, tha avokati Vasić. Prokuroria speciale akuzon Trajkovićin për krimet e supozuara të luftës të kryera kundër popullatës civile në periudhën e viteve 98-99 në komunën e Vushtrisë. Ai u arrestua në dhjetor të vitit 2022 dhe që atëherë është në paraburgim dhe gjyqi rifilloi për herë të tretë në tetor. Historiani Luka Jovanović paralajmëron se deklaratat e fundit për rënimin e kishës ortodokse në Prishtinë dërgojnë një mesazh të qartë se ndërtesat e kishës ortodokse serbe janë një objektiv legjitim për shkatrim dhe përdhosje. Historiani i artit në Beograd, Bojan Popović, beson se simbolet më të ndritura për komunitetin serb janë vazhdimisht nënsuar në Kosovë dhe se kërcënimi i rënimit të kishës së Krishtit Shpëtimtar në qendër të Prishtinës është vetëm një pjesë e kësaj historie. Historiani Aleksandar Guxhić thotë se thirrje për rënimin e tempullit në Prishtinë janë pjesë të narrativës së okupimit serb dhe vazhdimësisë shqiptare mbi të cilat publiki politik në Kosovë ndërton shtetësinë, institucionet dhe sistemin arsimor me qëllim të fshirjes së plotë e pranisë serbe në Kosovë. Ish diplomati Avni Arifi në një postim në Facebook e ka quajtur kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin gënjeshtar dhe mashtrues më të madh që ka pasur Kosova në historinë e saj. Ai sqaron se çdo diplomat që ka ndarë informacione konfidenciale me Kurtin është rratuar sepse Kurti e ka keqpërdorur ose publikuar. Si shembull, Arifi përmend ishte dërguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës Escobar, për të cilin Kurti bëri një deklaratë në media duke paraqitur transferimin e Escobarit në një pozicion të ri, sikurse Escobari është karkuar. Arifi ndër të tjera thotë se Kurti imagjinon veten si lojtar global derisa rinia e tij është jashtë vendit dhe territorin ja ruajnë amerikanët.
Ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Xhavit Haliti ka komentuar se si kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke menduar se po fliste me presidentin e Letonisë, ishte viktime një shakaje të dy aktorëve të humorit rus. Haliti thotë se është shqetësuese mundësia që kryeministri i Kosovës të arrijë kaq lehtë përmes telefonit dhe se ai duhet të marrë përgjegjësi për deklaratat e tija. Në një atë bisedë, Kurti ka kritikuar opozitën dhe mediat, por edhe Amerikën. Nuk është hera e parë që politikanë shqiptar janë infiltruar nga shërbimet ruse, vëren Haliti. Moti të premten në Serbi do të jetë me vranësira me rreshet e kopaskoshme. Shiu rrebesh pritet me shumë rreshtje. Shiu gjatë ditës do të fryjë era mesatare deri më fort nga drejtimi verelindor, ndërsa në jug të Serbisë nga drejtimi juglindor. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 13 deri në 17 gradë Celsius.